Pamfleti ka publikuar një dokumentar investigativ hedh dritë mbi një nga lidhjet më pak të trajtuara të krimit të organizuar në Shqipëri, marrëdhënien mes Gjergj Lucës dhe Pëllumb Gjokës. Përmes dokumenteve ekskluzive që publikohen për herë të parë, Black Docs zbulon se si këta dy emra ndërtuan një mekanizëm të sofistikuar pastrimi parash, duke shfrytzuar boshllëqet në sistemin notarial dhe bankar shqiptar. Gjithçka fillon me 11 prill 2011, kur në zyrën e një noterie në Tiranë nënshkruhet një akt që deklaron një borxh prej $872.420 të shoqërive Rozafa ndaj Pëllumb Gjokës. Por dokumentet bankare të siguruara nga dokumentari tregojnë të kundërtën. Shoqëritë ishin zhytur në kredi dhe nuk kishin asnjë kapacitet për të pasur një borxh të tillë. 2 vjet më vonë, i njëjti Pëllumb Gjoka blen 4 prona në Tiranë, por paratë e shitjes nuk i shkojnë shitses. Ato kalojnë direkt te banka për të shlyer kreditë shoqërive të Gjergj Lucës. Një qark i mbyllur ku paratë pastrohen në letër, pa lëvizur asnjë cent. Një tjetër transakcion zbulon një tokë në Gocaj Lezhë, të cilën Pëllumb Gjoka e blen për 20.000 euro dhe ja shet strukturave të Gjergj Lucës për 700.000 euro vetëm 14 muaj më vonë. Një rritje pa arsyeshme që sipas ekspertëve përbën një model klasik pastrimi parash. Por Gjoka nuk ishte thjesht një biznesmen. Në shtator 2022, Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi i dërgon Shqipërisë një kërkesë për transferim të ndjeqjes penale ndaj Pëllumb Gjokës, i akuzuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. I njëjti person që likuidoi borxhet e Gjergj Lucës. Në asnjë nga këto akte notariale, emri i Gjergj Lucës nuk figuron. Ai nuk firmos asnjë dokument, por çdo pronë, çdo borxh, çdo transakcion të çon tek ai. Nëpërmjet nënës së tij, e cila firmoste si përfaqësuese e shoqërive, dhe përmes Pëllumb Gjokës që vepronte si dora e tij e zgjatur. Nëna e tij që firmoste në këto akte nuk ishte ajo që drejtonte operacionet. Ajo ishte një grua në moshë, e nderuar në art, që firmoste aty ku i thoshte i biri.